pam, që s'kishte kush me ble shtëpi. Ai që shkoj për Turqi. Shumë ka qenë e vështirë, jashtëzakonisht. Dhe sidomos nëse ka pas një ndjesi të veçantë shqiptare. Për në atë kohë po vëzëm, bëj një propagandë e jashtëzakonshme në që gjithë rrethën, sidomos në shqiptar, për pjesën tjetër të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëni, se ata janë keqe, jetojnë keqe, s'kanë më ëngër, s'kanë buke, s'kanë gjithashtu, këtu ishte parajs. Në fakt, këtu ishte ferri, se ferri dilte nga dhuna shtetërore, ferri dilte dhe ishte bo politik zyrtare shtetërore, me cilën duhej me nxjerrë jetën shqiptarit dhe me detyru të lëviz për vendit, ose ta pranoj asimilimin e heshtur, të kaloj mirë, të mos ja prish ati këti, edhe gjysë turqisht, gjysë serbisht, edhe ta kaloj të bëhet diçka tjetër veç shqiptarët mos jetë. Po, që kam për thonë ty në atë kohë kur unë kam qenë gjimnazist dhe në vitin 64-65 kanë qenë tanë Prizreni ka pas 18 maturante gjimnazi. Ama Alamet qyteti, i ptyti Kosovë, edhe 18 nxënës me klasë. Në ato vite, për shembull, unë i kam pas gjysmën e landëve në gjimnazin e Prizrenit, gjysmën e landëve i kam pas serbisht. Kemi qenë, nuk e di, 40 kemi regjistru klasën e parë. 21 kanë ngel klasën e parë. Dhe kjo ngelje i ka qitë jashtë sistemit të gjitha ta, ose për punë tjesesës kanë kërku një zgjidhje me emigrim, ose stagnim i përgjithshëm i zhvillimit kultural e arsimor. Shtëpit, unë kam jetuar, na patën konfisku shtëpinë, shteti dhe një kohë, një 10-15 vjetë kemi jetuar në një lagjet afër lidhjes së Prizrenit, e shtëpit në Prizren kanë qenë, dyert e shtëpive kanë qenë të kushduara me 2 ndrasa kryq, pam, që s'kishte kush me ble shtëpi. Ai shkoj për Turqi.